Një grua e moshuar e thjesht mbërrin në një hotel luksos me një rezervim në dorë. Poshtërohet nga recepcionistja, e cila ja gris letrën dhe i thot se ajo nuk i përket atij vendi. Pak minuta më vonë, shfaqet pronari i hotelit dhe ai është djali i saj. Kthesa e papritur i lë të gjithë të shokuar dhe zbulon se kush në të vërtetë nuk i përket atij vendi. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Vazhdojmë. Autobusi ndërqytetës bëri ndalesën e fundit para se të hynte në qendër të Tiranës. Zonja Fatime rregulloi çantën e lëkurës së vjetëruar mbi preher dhe vështroi nga dritarja qytetin që nuk e shite prej gati 3 muajsh. Bulevardet e gjera, ndërtesat që preknin qiellin, lëvizja e dendur e makinave dhe njerëzve të nxituar. Gjithçka aty dukej se pulsonte me një energji që ajo nuk e njihte më si të sajën, por që një ditë kishte qenë pjesë e ëndrave të saj më të largëta. Ëndra që i la të ruajtura diku në të shkuarën, që i biri të mund të realizonte të tilla. Ajo zbriti me kujdes shkallët e autobusit, duke u mbajtur fort pas parmakut. Dora i dridhej lehtë, jo nga frika, por nga ankthi. Brenda në çantë, e palosur me të njëjtin kujdes me të cilin ruhet një fotografi e vjetër, ishte vërtetimi i rezervimit që kishte bërë me telefon 3 javë më parë. I kishte telefonuar hotelit 2 herë, kishte konfirmuar çdo detaj, kishte përsëritur emrin e plot, duke e gërmëzuar shkronjë për shkronjë. Donte të ishte e sigurt se gjithçka do të ishte në rregull kur të mbërrinte. Nuk mund të gabonte. Jo këtë herë. Fatime nuk kishte hyrë kurrë në një hotel luksos gjatë gjithë jetës së saj. Gjithmonë kishte punuar si kuzhiniere në shtëpi familjare, duke u zgjuar para se të lindte dielli dhe duke u kthyer në shtëpi kur nata ishte thelluar. E rriti djalin e saj vetëm, pa ndihmën e askujt, pasi burri i saj u largua pa lënë as adresë, as shpjegim. Ishin vite kursimesh, vite ku hiqte dorë nga këpucët e reja për vete për të blerë materialet shkollore të djalit, vite ku shtirej se nuk ishte e uritur që ai të mund të hante edhe një pjatë tjetër. Vite të tëra duke u ngritur në errësirë, duke marrë 2 autobusa për të shkuar në punë, duke kaluar gjithë ditën duke gatuar për familje që mezi ja dinin emrin. Por ajo sakrificë kishte një qëllim. Arbeni u rrit, studioi, ja doli. U diplomua në administrim biznesi me notat më të larta të kursit, bëri master me bursë të plot, punoi në kompani të mëdha derisa një grup investitorësh besoi në talentin e tij dhe e vendosi në krye të një rrjeti hotelesh të standardit të lartë. Telefonata e fundit që kishin pasur ishte gati 2 muaj më parë. Ai ishte i zënë, gjithmonë ishte. Fatime e kuptonte. E dinte se bota e tij tani ishte ndryshe, plot me angazhime dhe përgjegjësi që ajo mezi mund t'i imagjinonte. Mbledhje, udhëtime, vendime të rëndësishme. Nuk mund ta fajsonte që nuk kishte kohë. Atëherë vendosi t'i bënte një surprizë. Mblodhi paratë e javëve të fundit të punës, kurse u çdo qindark, mori hua telefonin e fqinjes dhe telefonoi në hotelin që e dinte se ishte kryesori i rrjetit ku punonte i biri. Bëri rezervimin, e konfirmoi 2 herë, shënoi numrin e protokollit në një letër që e palosi e ripalosi derisa i zuri vend në pëllëmbën e dorës. Donte të kalonte disa ditë në Tiranë, pranë tij, ndoshta të pinin një kafe bashk, të shihte nga afër rezultatin e gjithë asaj që e kishte ndihmuar të ndërtonte me aq shumë mund. Të shihte djalin e saj të lumtur. Vetëm kaq donte. Taksia e la përballë Grand Hotel Tirana, një ndërtesë madhështore prej xhami dhe mermeri në zemër të bulevardit, dëshmorët e kombit. Fatime mori frym thellë para se të kalonte derën rrotulluese. Holli ishte edhe më mbresëlënës se sa e kishte imagjinuar. Dyshemeja prej mermeri italian pasqyronte llampadarët e kristalt që vareshin nga tavani i lartë, koltukët prej lëkure bezh dukeshin sikur nuk ishin përdorur kurrë, dhe ajri i kondicionuar mbante një temperaturë aq të këndshme sa dukej sikur ishte në një vend tjetër. Lule të freskëta zbukuronin tavolinat e mesit, vepra arti moderne dekoronin muret dhe një parfum i lehtë livandoi ndjej në ajër. Ishte një botë krejtësisht e ndryshme nga e saja. Ajo eci ngadalë drejt banakut të recepcionit, duke ndjerë peshën e hapave të saj mbi ato dyshemeve zulluese. Rreth e rrotull, klientët mbanin veshje elegante, valixhe firmato me etiketa udhëtimesh ndërkombëtare, flisnin në telefon në anglisht dhe frëngjisht. Fatime kishte veshur një fustan të thjeshtë pambuku me lule që e kishte blerë në një ulje çmimesh vite më parë, të njëjtën çantë lëkure sintetike që e mbante prej 5 vitesh dhe një palë sandale modeste që ja njihte çdo shenjë përdorimi. Por nuk ndjente turp.
Ato rroba të thjeshta përfaqësonin një jetë të tërë pune të ndershme. Përfaqësonin dinjitet. Pas banakut, një vajzë e re me flokët e mbledhur në një topuz perfekt po shtypte diçka në kompjuter. Kishte fytyrën e lyer me perfeksion, thonjtë e bërë me manikyr të kuq të ndezur, një xhaketë blu të errët me emblemën e artë të hotelit të qëndisur në xhell. Kur Fatime u afrua, recepcionistja ngriti sytë shpejt, bëri një vlerësim të heshtur nga kokat e këmbët e gruas përballë saj dhe u kthye të shihte ekranin sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Sikur Fatime të ishte e padukshme. Fatime priti disa sekonda. Vajza vazhdoi të shtypte, duke injoruar plotësisht praninë e saj. Mirdita, tha Fatime, zëri i doli më i ulët se sa e kishte menduar. Recepcionistja pëshertiu me padurim, ende pa i hequr syt nga ekrani. Urdhëroni. Kam bërë një rezervim. Kam sjell vërtetimin këtu. Fatime nxori letrën e palosur nga çanta dhe e vendosi mbi banak me kujdes, si dikush që prek diçka të çmuar. Duart i dridheshin pak. Vajza e re e mori letrën, e shpalosi pa asnjë delikatesë, si dikush që kap një pleher, dhe e lexoi përsipër me një shprehje mërzitjeje dhe mosinteresimi. Rudhi vetullat, e shikoi përsëri Fatimen me edhe më shumë përbuzje, pastaj u kthye te letra. Kjo këtu nuk është e vlefshme, tha ajo, me një ton zëri që nuk e fshite për çmimin. Fatime ndjeu zemrën t'i rritë fort. Si nuk është e vlefshme? Kam telefonuar 3 javë më parë, kam bërë rezervimin, kam folur me një vajzë shumë të sjellshme që ma shpjegoi gjithçka siç duhet, kam shënuar protokollin, e kam konfirmuar 2 herë. Gjithçka është e shkruar aty në letër. Recepcionistja bëri një buzëqeshje anësore, nga ato buzëqeshjet që nuk kanë asgjë të sjellshme. Një buzëqeshje mizore, tallëse. Dëgjoni, zonjë, unë nuk e di se kush ju është përgjigjur në telefon, por kjo këtu nuk vlen absolutisht asgjë. Nuk ka asnjë protokoll të regjistruar në sistemin ton, nuk ka konfirmim pagese, nuk ka asgjë. Me siguri keni telefonuar në numrin e gabuar ose i keni shënuar informacionet gabim. Por unë kam telefonuar këtu, në këtë hotel. Në Grand Hotel Tirana. Kam shënuar emrin e vajzës që mu përgjigj, quhej Anila, kam shënuar numrin e protokollit që më dha, gjithçka është e shkruar aty me shkrimin tim. Recepcionistja e shikoi letrën përsëri, këtë herë me edhe më shumë përbuzje. Pastaj, me një qetësi të llogaritur dhe mizore, filloi ta griste vërtetimin. Fillimisht në mes, me lëvizje të ngadalta dhe të qëllimshme, pastaj në 4 pjesë, pastaj në copa gjithnjë e më të vogla që i la të binin mbi banakun e mermert si konfeti. Disa copa ranë në 2 sheme, duke kërcyer në ajër para se të ndalonin. Zhurma e letrës që grisej u dëgjua në hol si një klithmë e heshtur. Fatime mbeti plotësisht e paralizuar, duke parë copat e letrës të shpërndara. Ajo letër që e kishte ruajtur me aq kujdes, që përfaqësonte pritshmërinë për të parë të birin, për të kaluar disa ditë pranë tij, për të njohur më në fund botën ku ai tani jetonte. E grisur. E hedhur si pleher. Sikur të mos vlente asgjë. Sikur ajo të mos vlente asgjë. Lëvizja në hol u zvogëlua gradualisht. Disa njerëz ndaluan për të vëzhguar skenën me kuriozitet morbid. Të tjerë nxorën celularët fshehurazi, duke filmuar, duke kërkuar të regjistronin edhe një moment tjetër poshtërimi për ta ndarë në rrjetet sociale. Askush nuk u afrua. Askush nuk tha asgjë. Askush nuk ofroi ndihmë. Të gjithë aty ishin thjesht duke shikuar, sikur të ishte një shfaqje, një argëtim falas. Recepcionistja kryqëzoi krahët mbi gjoks dhe ngriti mjekrën me arrogancë. Do të jem shumë e qartë me ju. Ky hotel ka një standard shumë të lartë. Ne presim biznesmen të rëndësishëm, drejtues ndërkombëtar, njerëz të famshëm, njerëz të nivelit të lartë shoqëror dhe financiar. Nuk mund të qëndrojë këtu çdo kush. Dhe nga pamja juaj, nga mënyra se si jeni veshur, mendoj se kuptohet shumë mirë që ju nuk keni profilin e klientelës son. Fatime ndjeu faqet t'i digjeshin nga turpi dhe indinjata. Çfarë ka saktësisht të gabuar me pamjen time? Vajza qeshi shkurt, thatë, me ligësi. Seriozisht po ma bëni këtë pyetje? Shikoni veten. Shikojeni mirë. Tani shikoni njerëzit këtu përreth. Shikoni klientët, rrobat që veshin, valigjet që mbajnë. Ju vërtet mendoni se përshtateni me këtë ambient? Mendoni vërtet se keni profilin për të qenë këtu?
Disa të qeshura të mbytura erdhën nga një grup të rinj biznesmen që ishin pranë divanit të lëkurës. Ata përshpëritnin mes tyre, tregonin me gisht fshehurazi, bënin foto. Fatime ktheu fytyrën në drejtim të tyre, por njerëzit e larguan shikimin shpejt, duke u kthyer të merreshin me celularet, duke u shtirur sikur nuk ishin të përfshirë. Një roje sigurie me kostum të zi vëzhgonte gjithçka nga larg, me krahët e kryqëzuar, por nuk lëvizi. Nuk tha asgjë. Nuk bëri asgjë për të ndërhyrë. Fatime mori frym thellë, duke u përpjekur të kontrollonte zërin që filloi t'i dridhej nga emocionet dhe revolta. Unë e kam bërë rezervimin me kohë. Kam paguar me paratë që kam mbledhur duke punuar. Kam ardhur nga larg, kam ardhur nga Elbasani. Kam bërë një udhëtim 4 orë me autobus. Dua vetëm një dhomë për të pushuar dhe për të qëndruar disa ditë në Tiranë. Vetëm kaq. Nuk po kërkoj asgjë që nuk është e drejta ime. Recepcionistja pshërtiu me një padurim të egzageruar, sikur po merrej me një fëmijë kokfor. Ju nuk po e kuptoni se çfarë po them. Unë nuk mundem, nuk do t'ju jap një dhomë. Këtu nuk është stre, nuk është pension, nuk është konvikt. Këtu është një hotel premium me 5 yje. Dhe nëse unë filloj të lejoj që do të hyj, ne e humbasim plotësisht standardin ton të shkëlqimit, reputacionin ton, e kuptoni? Është çështje imazhi. Marke. Pozicionimi në treg. Fatime shtrëngoi dorezën e çantës me gjithë forcën që kishte, duke u përpjekur të qëndronte e fortë. Unë nuk jam çdo kush. Unë jam nëna e një njeriu që ka punuar gjithë jetën për të arritur aty ku është. Një njeri që ka ardhur nga poshtë, që ka studiuar me shumë mund, që ka luftuar për çdo arritje. Dhe unë kam ardhur këtu sepse kam ndihmuar të ndërtohet gjithë kjo që ju mendoni se është vetëm e juaja. Çdo shkallë që ai ka ngjitur, unë kam qenë poshtë duke mbajtur shkallën. Recepcionistja rrotulloi syt me përbuzje absolute. Ah, në rregull. Tani do të bëni sikur jeni e rëndësishme? Do të shpikni histori për të marrë një dhomë? Dëgjoni, nëse nuk largoheni nga këtu tani, menjëherë do të më duhet të thëra sigurimin për t'ju nxjerrë me forcë nga hoteli. Dhe atëherë do të jetë shumë më e sikletshme dhe poshtëruese se sa është tashmë. Do të bëhet skandal. Vërtet doni të kaloni nëpër këtë? Murmurima në hol u shtuan ndjeshëm. Më shumë celular u shfaqen, më shumë njerëz u afruan për të parë shfaqjen. Fatime shikoi përreth me dëshpërim, duke kërkuar një fytyrë miqësore, dikë që mund të thoshte diçka, që mund të ndërhynte, që mund të mbronte një zonjë të moshuar që po trajtohej në atë mënyrë çnjerëzore. Por të gjithë ishin aty vetëm duke shikuar, duke regjistruar, duke komentuar mes tyre, sikur të ishte thjesht një video tjetër virale e mundshme. Për një çast të shkurtër, sytë e Fatimes u mbushën me lodh që këmbëngulnin të binin. Ajo mendoi për gjithë jetën që kishte jetuar, për të gjitha herët që kishte qenë e padukshme për botën, për të gjitha agimet kur zgjohej në errësirë për të punuar ndërsa qyteti ende flinte. Mendoi për të birin, për krenarinë e pamas që ndjente për të, për frikën se ai mund të kishte turp prej saj tani, se ai mund të pendohej që kishte një nënë të thjeshtë, të varfër, pa arsim formal. Mendoi për të gjitha herët që kishte hequr dorë nga vetja që ai të mund të kishte një jetë më të mirë. Por nuk do të qante aty. Jo para gjithë atyre njerëzve. Nuk do t'ja jepte atë kënaqësi asaj vajze mizore. Me duart që i dridheshin dukshëm, Fatime hapi çantën e vjetër dhe nxori celularin e vjetër që mbante, një aparat i thjeshtë që mezi kishte internet. Recepcionistja shpërtheu në një të qeshur të zhurmshme. Kujt do t'i telefononi, hë? Të dashurit? Djalit që shpikët se është i rëndësishëm? Mund t'i telefononi kujt të doni, madje edhe policisë nëse preferoni. Ata do t'ju nxjerrin nga këtu në të njëjtën mënyrë, sepse hyrja pa leje në pronë private është krim. Fatime, duke injoruar plotësisht provokimet, formoi numrin që e dinte përmendesh. Në anën tjetër të linjës, pas disa toneve të gjata që u dukën si një përjetësi, zëri i njohur dhe i dashur u përgjigj. Alo? Arben, un jam. Nëna jote. Pati një pauzë të shkurtër. Mami? Çfarë ndodhi? A je mirë? Ka ndodhur diçka e rëndë? Fatime mbylli syt fort, duke u përpjekur të mbante gjithë emocionin në zërin që kërcënonte të thyej. Jam këtu në hotelin tënd, bir. Në Grand Hotel në Tiranë. Kam bërë një rezervim, erdha të të vizitoj, të të bëj një surprizë. Doja të të shija, biri im.
por ata ma grisën vërtetimin para syve. E grisën si kur të ishte pleher. Më thanë se nuk kam profilin për të qenë këtu. Se nuk përshtatem me këtë vend. Heshtja në anën tjetër të linjës ishte e rëndë, e dendur, e ngarkuar me diçka që Fatime nuk mund ta deshifronte plotësisht. Ishte zemërim, ishte shok, ishte dhimbje. Ajo mund të dëgjonte frymëmarrjen e të birit që ndryshonte plotësisht ritmin, duke u bërë më e shpejtë, më intensive. Ku je saktësisht tani, mami? Në hol? Po, bir. Jam këtu në recepcion. Para një turme njerëzish që po filmojnë gjithçka. Zëri i tij doli i prerë, i kontrolluar, por me një ton që ajo e njohu menjëherë. Ishte i njëjti ton që ai përdorte kur ishte fëmijë, kur dikush e ngacmonte në rrugë, kur dikush e fyente në autobus, kur shihte pa drejtësi. Qëndro pikërisht aty, mami. Mos lëviz nga aty për asnjë arsye. Mos lëviz. Po vi tani. Po mbërri. Telefonata u mbyll pa pritur. Fatime e futi celularin në çantë me kujdes dhe e shikoi drejt në sy recepcionisten, e cila tani buzëqeshte metalli absolute, tepër e sigurt në vetvete. I telefonua të dashurit? Kunatit? Ndonjë të afërmi që do të vijë të marrë këtu dhe të largoj? Kushdo që të vijë, unë garantoj personalisht se askush, absolutisht askush, nuk do të arrijë të ndryshojë vendimin që kam marrë. Ju nuk do të qëndroni në këtë hotel. Fatime nuk u përgjigj. Thjesht qëndroi aty e palëkundur në këmbë, duke mbajtur çantën e saj të vjetër dhe të konsumuar, duke shikuar me vëmendje copat e letrës të shpërndara në dy shemen e mermer. Rreth e rrotull, holli vazhdonte lëvizjen kaotike, por tani absolutisht të gjithë sytë ishin drejtuar nga ajo. Disa me kuriozitet morbid, të tjerë me keqardhje të heshtur, shumë me indiferencë mizore dhe absolute. Dhe në mes të asaj heshtjeje të rëndë dhe të sikletshme që pushtoi gjithçka, Fatime priti me një dinitet që askush aty nuk mund ta kuptonte. Sepse ajo e dinte, thellë në zemrën e saj, se diçka ishte gati të ndryshonte plotësisht. Sepse e njihte shumë mirë djalin që e kishte rritur vetëm. Dhe sepse, për herë të parë në atë pasdite të tërë poshtërimi, ndjeu se ndoshta diniteti që kishte mbajtur gjithë jetën, ai dinitet që askush nuk e kishte parë kurrë, më në fund do të njihej. Minutat u zvarritën si orë të pafundme. Fatime qëndroi aty, plotësisht e palvizur, në këmbë përballë banakut të mermert, duke injoruar shikimet kurioze dhe gjykuese, pëshpërimat dashakeqe. Celularët ende të drejtuar me këmbëngulje në drejtim të saj si kamerat e një reality show mizor. Recepcionistja u kthye të shtypte në kompjuter me indiferencë të llogaritur, duke u shtirur se ishte jashtëzakonisht e zënë me detyra të rëndësishme. Por buzëqeshja e kënaqësisë perverse në cep të buzës tradhtonte kënaqësinë e thellë që ndjente nga gjithë ajo situatë poshtëruese. Her pas here, ajo ngrinte sytë keqtashës drejt Fatimes, sikur po verifikonte nëse gruaja kishte ende guximin të qëndronte aty, duke sfiduar autoritetin e saj. Një çift elegant i moshës së mesme kaloi pranë Fatimes duke mbajtur valixhe të shtrenjta firmato me etiketa nga Parisi dhe Milano. Gruaja, me syze dielli firmato dhe një kostum linoje të bardhë të patëmet, i përshpëriti diçka burrit me një ton të ulët por të dëgjueshëm, i cili e largoi shikimin shpejt me siklet të dukshëm. Më tutje, pranë koltukëve të lëkurës, një grup prej 3 biznesmenësh bisedonin gjallërisht në anglisht britanike, duke qeshur me zë të lartë për bizneset e mbyllura, plotësisht të pavetëdijshëm për sikletin e rëndë që rrinte pezull në ajër si një mjegull toksike. Roja i sigurisë me kostum të zi vazhdonte të ishte pikërisht në të njëjtin vend si më parë, i palvizshëm si një statuj, duke vëzhguar absolutisht gjithçka pa shprehjen më të vogël në fytyrën e tij të ngurtësuar. Fatime merrte frym ngadalë dhe thellë, duke u përpjekur të ruante qetësinë që kishte mësuar ta kultivonte gjatë dekadave të vështirësive. Brenda në gjoks, zemra i rrite në mënyrë të çrregullt dhe të shpejtë, por ajo nuk do të tregonte dobësi para gjithë atyre njerëzve. Jo pas gjithçkaje që kishte përballuar vetëm në jetë. Ju kujtua qartë kur Arbeni ishte vetëm 7 vjeç dhe u kthye nga shkolla duke qarë me dënesë sepse një shok klase mizor i kishte thënë para të gjithëve se ai nuk kishte baba, se ishte biri një nëne beqare, se ishte i varfër. Ajo ishte ulur në gjunjë me kujdes në lartësinë e tij atë ditë, i kishte kapur fytyrën e vogël të djalit me të dyja duart e kallojzuara nga puna dhe i kishte thënë me vendosmëri, ti më ke mua. Dhe kjo është pafundësisht më shumë se sa mjafton për çdo gjë në këtë jetë. Kur, asnjëherë, mos e ul kokën para askujt, bir.
Dhe aty, në mes të atij holli luksos dhe të ftohtë, e rrethuar nga njerëz që e gjykonin mizorisht vetëm për rrobat e thjeshta që vishte dhe çantën e vjetër që mbante, Fatime e mbante kokën lart me të njëjtin dinjitet të asaj dite të largët. Jashtë hotelit, në bulevardin dëshmorët e kombit plot lëvizje, një makinë e zezë e importuar me xhama të errët ndaloi befas përballë hyrjes kryesore me zhurmën e gomave në asfalt. Dy burra të gjatë dhe të fortë me kostume të errëta dhe qëndrim ushtarak zbritën shpejt nga automjeti, njëri prej tyre duke folur me urgjencë në pikën e komunikimit në vesh. Dera e pasme u hap me autoritet dhe Arbeni doli nga automjeti me hapa të prerë dhe të vendosur, nofulla e shtrënguar, fytyra e mbyllur në një shprehje të tensionuar që përziente zemërim thellësisht të përmbajtur dhe shqetësim intensiv. Ai ishte 32 vjeç i sapo mbushur, me shpatulla të gjera të trashëguara nga gjyshi që nuk e njohu kurrë, flokë të zinj të prerë me saktësi ushtarake, një kostum gri të errët italian të patëmet që kushtonte më shumë se sa shumë njerëz fitonin në një vit të tërë. Sytë e errët dhe depërtues, të trashëguar gjenetikisht nga Yama, tani mbanin një ashpërsi dhe një intensitet që rrallëherë linte të dukej në mjedisin e korporatës. Arbeni kishte mësuar që në moshë të vogël, në rrugët e vështira të Elbasanit dhe më pas në fakultetet konkurruese, se bota e biznesit kërkonte qëndrim të patëmet, kontroll absolut emocional, strategji të llogaritur. Por absolutisht asgjë nga ato që kishte mësuar me rigorozitet në vitet e fakultetit të shtrenjtë, në trajnimet e shumta të sofistikuara të korporatave, në qindra mbledhjet e tensionuara me investitor milioner. Nuk e kishte përgatitur minimalisht për telefonatën shkatëruese që sapo kishte marrë nga nëna e tij. Ai kaloi derën rrotulluese të xhamit me forcë dhe hyri në hollin e gjerë si një uragan i kontrolluar. Sytë e tij të stërvitur e përshkuan mjedisin shpejt, metodikisht, derisa gjetën më në fund figurën e vogël dhe të brisht të nënës së tij, në këmbë dhe vetëm, duke mbajtur atë çantë të vjetër dhe të konsumuar me të dyja duart e dridhura. Bota përreth dukej se u ngadalsua plotësisht, si në një film me lëvizje të ngadalë. Arbeni pa me qartësi absolute celularët e ngritur, pa shikimet kurioze dhe mizore, pa copat e letrës të shpërndara turpshëm në dyshemen e mermer. Dhe pa, kryesisht dhe mbi të gjitha, shprehjen në fytyrën e lodhur të nënës së tij. Atë përzierje shkatëruese të dinjitetit të palëkundur dhe trishtimit të thellë që ai e njihte aq mirë që nga fëmijëria. Njerëzit filluan ta vinin re gradualisht ardhjen e tij imponuese. Disa i njohën menjëherë fytyrën që shfaqej shpesh në revistat kryesore të biznesit dhe ekonomisë, të tjerë thjesht vunë re praninë magnetike dhe të fuqishme, qëndrimin natyral të dikujt që është absolutisht i mësuar të komandojë mjedise dhe njerëz. Murmurima në hol u shtuan në mënyrë eksponenciale. Recepcionistja ngriti syt nga ekrani i kompjuterit dhe, për herë të parë që kur Fatime mbërriti në hotel, besimi arrogant në fytyrën e saj të re u lëkun dukshëm, duke i lënë vendin diçkaje që dukej si frikë. Arbeni eci drejt dhe i vendosur drejt nënës së tij, duke injoruar plotësisht të gjithë njerëzit e tjerë. Kur arriti pranë saj, shpreha e tij e ashpër u zbut ndjeshëm për një çast të shkurtër dhe të butë. "Mami, a je mirë? Të lënduan?" Fatime tundi kokën, syt e përlotur por ende të prerë, zëri i kontrolluar. "Jam mirë, bir. Vetëm doja të shija. Vetëm kaq. Asgjë më shumë." Arbeni i preku lehtë shpatullën me delikatesë të pafund, një gest i holl por thellësisht mbrojtës që nuk i shpëtoi askujt në hol, pastaj u kthye ngadalë drejt recepcionit, fytyra duke iu ashpërsuar plotësisht përsëri. Recepcionistja tani ishte dukshëm e zbet, gishtat i dridheshin mbi tastierën e kompjuterit, frymëmarrja e përshpejtuar. Ajo hapi gojën disa herë për të provuar të thoshte diçka që mund ta shpëtonte, por asnjë tingull minimalisht koherent nuk arriti të dilte nga fyti i saj i thatë. "Kush saktësisht ja gris rezervimin nënës sime?" Zëri i thellë i Arbenit doli i ulët, jashtëzakonisht i kontrolluar, por me një peshë të pamas dhe një autoritet natyral që bëri që i gjithë holli të heshte menjëherë dhe plotësisht. Recepcionistja gëlltiti me vështirësi, zëri i doli i dridhur dhe i holl. "Zoti Arben, unë nuk dija absolutisht asgjë, nuk kisha idenë më të vogël se ajo ishte nëna juaj. Ajo erdhi këtu pa asnjë identifikim të duhur, rezervimi thjesht nuk figuronte në sistemin ton të informatizuar, dhe unë thjesht ndoqa me rigorozitet protokollin standard të hotelit për raste si ky, për." Arbeni ngriti dorën e djathtë me vendosmëri, duke e ndërprerë menjëherë. "Unë nuk pyeta se çfarë saktësisht keni ndjekur apo nuk keni ndjekur. Unë pyeta specifikisht kush ja gris rezervimin nënës sime. Kush e bëri këtë?
Unë, zotëri, por ju lutem më lejoni të shpjegoj. Dhe pse saktësisht e bëre këtë? Pse e grise? Recepcionistja u përpoq dëshpërimisht të rifitonte një farë qetësie profesionale, por zëri vazhdoi t'i dilte plotësisht i dridhur dhe i pasigur. Siç u përpoqa të shpjegoja, zotëri, rezervimi nuk ishte i regjistruar në sistemin ton. Dhe hoteli ka një standard shkëlqimi shumë rigoros që duhet të mbahet. Ne duhet të garantojmë vazhdimisht që njerëzit që qëndrojnë këtu të jenë plotësisht në përputhje me profilin specifik që, çfarë profili? Arbeni bëri një hap të prerë përpara, sytë e zinj të ngulitur intensivisht te gruaja e tmerruar. Përfundoje fjalinë që fillove. Përfundoje arsyetimin. Çfarë profili saktësisht nuk ka nëna ime për të qenë këtu? Recepcionistja hapi dhe mbylli gojen disa herë radhazi, duke kërkuar dëshpërimisht fjalë që nuk do ta dënonin edhe më shumë. Zoti Arben, ju lutem kuptoni, unë thjesht po bëja punën time në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë nuk kisha absolutisht si ta dija se kush ishte ajo në të vërtetë, kush ishte familja e saj. Arbeni anoi kokën lehtë anash, shikimi duke ju bërë edhe më depërtues dhe i ashpër. Pra, ju po më thoni qartë se respekti bazë që duhet t'i kishit ofruar nënës sime vari ekskluzivisht nga të diturit se kush është ajo. Kjo është. Jo, zotëri, nuk ishte saktësisht kjo që doja të thoja. Unë thjesht, sepse nëse ishte saktësisht kjo që donit të thonit, atëherë problemi i rënd është edhe shumë më i madh se sa imagjinova fillimisht kur mora atë telefonat. Heshtja në të gjithë hallin ishte absolutisht totale dhe e rëndë. Të gjithë sytë e pranishëm ishin plotësisht të ngulitur në skenën dramatike që po shpalosej. Celularët vazhdonin të regjistronin në mënyrë obsesive, por tani e gjithë energjia kishte ndryshuar në mënyrë radikale dhe të plotë. Nuk ishte më vetëm gruaja e moshuar e përulur që po poshtëroi publikisht dhe mizorisht. Ishte kthesa e papritur. Zbulimi tronditës. Momenti i saktë kur absolutisht gjithçka transformohet në mënyrë të pakthyeshme. Arbeni u kthye qetësisht drejt të gjithë hallit, duke parë metodikisht çdo person që ishte i pranishëm aty në atë moment. Zëri i tij i fuqishëm u dëgjua qartë në hapësirën e gjerë dhe luksoze arkitekturore. Emri im i plot është Arben Kovaçi. Saktësisht 3 javë më parë, mora zyrtarisht drejtimin ekzekutiv të plot të këtij rrjeti hotelesh kombëtar. Kjo ndërtesë këtu është hoteli kryesor dhe më i rëndësishëm. Grand Hotel Tirana. Dhe kjo zonjë e moshuar, e cila u poshtërua brutalisht në mënyrë publike këtu sot, para të gjithë juve, është Fatime Kovaçi. Nëna ime. Gruaja që më rriti vetëm. Murmurima shpërtheu menjëherë si një bombë. Njerëzit shkëmbyen shikime plotësisht të shokuara dhe të pabesueshme. Disa i ulën menjëherë celularët me turp të vonuar. Të tjerë vazhduan të filmonin në mënyrë kompulsive, por tani me një qëllim krejtësisht të ndryshëm, tashmë duke menduar për viralizimin e pashmangshëm. Recepcionistja vuri të dyja duart e dridhura mbi gojën e hapur, fytyra duke ju bërë plotësisht e bardhë si letër. Arbeni vazhdoi me zë të prerë dhe të emocionuar. Nëna ime ka punuar pa u lodhur gjithë jetën si kuzhiniere në shtëpi të familjeve të klasës së mesme të lartë. Zgjoi rregullisht në 4 të mëngjesit, merrte 2 autobusa të mbushur plot, kthehej në shtëpinë tonë modeste në 10 të natës, plotësisht e raskapitur. Rriti një djalë vetëm, pa asnjë ndihmë financiare, pa asnjë privilegj, pa asgjë tjetër përveç forcës së saj të palkundur të vullnetit dhe vendosmërisë absolute. Ajo hoqi dorë nga absolutisht gjithçka, nga çdo ëndër personale që kishte, që unë të mund të kisha mundësinë të studioja, që unë të mund të kisha mundësitë që ajo asnjëherë nuk i pati në jetën e saj. Ai bëri një pauzë të qëllimshme dhe të rëndë, duke lënë çdo fjalë të peshonte intensivisht mbi të gjithë të pranishmin. Dhe e dini se çfarë bëri kur më në fund arriti të mblidhte disa para pas javësh duke kursyer çdo qindark për të bërë një udhëtim? Ajo vendosi të vinte këtu. Të më vizitonte. Të më surprizonte me dashuri. Të njihte nga afër dhe personalisht rezultatin konkret të gjithë asaj që ajo ndihmoi të ndërtojë me aq shumë sakrifica gjatë dekadave të punës së palodhur. Ai e shikoi drejt e në sy recepcionisten e tmerruar. Dhe çfarë saktësisht gjeti këtu? Përbuzje absolute. Poshtërim publik. Një punonise që ja gris qëllimisht rezervimin para 10 njerëzve. Që i tha mizorisht se ajo nuk kishte asnjë profil për të qenë këtu. Se ajo nuk përshtatej minimalisht me standardin e këtij hoteli luksoz.
Recepcionistja u përpoq të fliste dëshpërimisht, zëri i doli në një fije gati të padëgjueshme. Zoti Arben, ju lutem, ju përgjërohem, unë nuk dija. Arbeni u kthye drejt saj me sy të zjarr. Pikërisht, perfekte. Ju nuk dinin. Dhe pikërisht këtu qëndron problemi qendror dhe shumë i rëndë. Respekti bazë dhe themelor që ju duhet t'i kishit dhënë natyrshëm në nësime nuk mundet, kur, në asnjë rrethan, të varet nga të diturit se kush është ajo, kënje ajo, sa para ka të ruajtura apo çfarë rrobash ka veshur në atë moment. Respekti është i pakushtëzuar dhe universal. Respekti është minimumi absolut që çdo qenie njerëzore meriton thjesht sepse ekziston. Fatime, e cila deri atëherë kishte qëndruar në heshtje të thellë dhe dinjitoze, bëri një hap të vogël guximtar përpara. Zëri i saj doli i ulët por mjaftueshëm i prerë që absolutisht të gjithë të mund të dëgjonin në mënyrë perfekte çdo fjalë të ngarkuar me mençuri. Vajz, dua të lë diçka shumë të qartë. Unë nuk erdha këtu sot me qëllimin që ti të humbasësh punën tënde apo të ndëshkohesh rënd. Unë erdha këtu vetëm për të kaluar disa ditë me djalin tim, për të shijuar qytetin, për të shuar mallin. Por unë kam nevojë, vërtet kam nevojë që ti të kuptosh diçka shumë të rëndësishme për pjesën tjetër të jetës tënde. Respekti që ekziston vetëm kur dihet saktësisht se kush është personi, cili është pozicioni i tij shoqëror, nuk është respekt i vërtet në asnjë mënyrë. Është thjesht interes i llogaritur. Është leverdi oportuniste. Dhe kjo nuk vlen absolutisht asgjë në fund të fundit. Fjalia mbresëlën se u dëgjua thellë në të gjithë hallin si një bubullim e heshtur. Disa njerëz të pranishëm ulën syt menjëherë, dukshëm të turpëruar nga bashkëfaqësia e tyre. Të tjerë tundën kokën në heshtje, më në fund duke kuptuar seriozitetin. Recepcionistja ishte me syt plotësisht të mbushur me lot që filluan të rridhnin, por nuk ishin lot të vërtet pendimi apo mirëkuptimi. Ishte frikë e pastër. Frikë konkrete nga pasojat shumë të rënda që tani po vizatoheshin në mënyrë të pashmangshme. Në atë moment të saktë dhe dramatik, dera anësore diskrete e hollit u hap me autoritet. Një burr i moshuar dhe elegant, me flokë plotësisht të bardhë dhe të krejur mirë, me një kostum klasik të prerë në mënyrë të patëmet, hyri duke ecur ngadalë i shoqëruar nga afër nga dy drejtorë serioz. Ishte Agim Dervishi, themeluesi i respektuar i të gjithë grupit hotelier, njeriu vizionar që zbuloi talentin e papërpunuar të Arbenit vite më parë dhe e përgatiti me përpikëri për të marrë komandën e plotë. Ai eci me hapa të matur drejt qendrës së saktë të hollit, duke vëzhguar të gjithë skenën e tensionuar me një shprehje serioze dhe të rëndë. Arben, tha Agimi me zë të ngadalt, duke e përshëndetur me respekt me një tundje koke. Erdha personalisht për të ndjekur nga afër tranzicionin zyrtar përfundimtar të komandës. Nuk prisja absolutisht të gjeja një situatë kaq të rëndë si kjo këtu. Arbeni mori frymë thellë, duke kontrolluar emocionet. Zoti Agim, kjo është nëna ime, Fatime. Ajo erdhi nga Elbasani për të më vizituar dhe u trajtua në një mënyrë krejtësisht të papranueshme që unë thjesht nuk mundem dhe nuk do ta pranoj apo toleroj. Agim Dervishi ju afrua Fatimes me hapa të ngadaltë dhe të respektueshëm, duke i shtrirë dorën e rudhur por të fortë. Syt blu të qartë të biznesmenit të vjetër transmetonin sinqeritet të vërtetë. Zonja Fatime, është një nder i pamas t'ju njoh personalisht. Arbeni ka folur gjithmonë për ju me shumë krenari të thellë gjatë gjithë këtyre viteve që kemi punuar bashkë. Më vjen shumë, vërtet shumë keq, për atë që ndodhi këtu sot. Kjo është absolutisht e papranueshme dhe e patolerueshme. Fatime ja shtrëngoi dorën me delikatesë, e befasuar nga mirësjellja e papritur e një njeriu kaq të rëndësishëm. Faleminderit, zotëri. Jeni shumë i sjellshëm. Agimi u kthye drejt recepcionit, shikimi duke ju bërë i ashpër dhe i rëndë. Ky hotel është ndërtuar me shumë punë të palodhur gjatë dekadave. Me djers dhe lot të njerëzve që zgjoheshin herët çdo ditë, që luftonin pa u lodhur, njerëz të përulur dhe punëtor si zonja Fatime këtu. Dhe nëse ka një gjë që unë kurrë, në gjithë jetën time, nuk e kam pranuar apo toleruar, është mos respekti pa shkak. Është paragjykimi i pajustifikueshëm. Është dikush që mendon me prepotencë se mund të gjykojë vlerën e brendshme të një personi tjetër vetëm nga pamja sipërfaqësore. Ai bëri një pauzë domethënëse, duke parë me vëmendje përreth të gjithë hollit. Arbeni tani është në komandën absolute të këtij operacioni. Dhe vendimi përfundimtar është ekskluzivisht i tij.
por nëse do të isha unë personalisht duke vendosur, unë tashmë do ta dija saktësisht se çfarë të bëja në këtë moment. Tashmë do ta dija masën e dur. Arbeni tundi kokën seriozisht, Nofulla ende e shtrënguar nga tensioni. Zoti Agim, vendimi tashmë është marrë plotësisht. Nuk ka më çfarë të mendohet apo të diskutohet. Ai e shikoi drejt në sy dhe me vëmendje recepcionisten e tmerruar. Ju jeni zyrtarisht e pushuar nga puna. Për shkak të një shkeljeje të rëndë dhe të provuar. Dhe dua që kjo të shërbej si një shembull i qartë dhe i pagabueshëm për absolutisht të gjithë këtu të pranishëm dhe për të gjithë punonjësit e këtij rrjeti. Në këtë hotel, në çdo hotel të këtij rrjeti të tërë hotelesh, nuk do të ketë hapësirë apo tolerancë për poshtërim të çfarëdo lloji, për paragjykim të institucionalizuar, për mosrespekt sistematik të çfarëdo lloji. Recepcionistja filloi të qante me dënesë, duke gulquar me zë të lartë, por askush përreth nuk lëvizi minimalisht për të provuar ta ngushëllonte. Arroganca e saj e pak minutave më parë ishte shndërruar në dëshpërim të pastër dhe panik absolut. Arbeni vazhdoi me zë të prerë dhe të vendosur, tani duke ju drejtuar të gjithë të pranishmëve. Dhe për të gjithë ju që qëndruat këtu të palvizur duke parë gjithçka në heshtje bashkëfajtore, duke filmuar në mënyrë obsesive me celularët tuaj, duke qeshur mizorisht, pa bërë absolutisht asgjë për të ndërhyrë apo ndihmuar, dua të lë diçka shumë të qartë dhe kristal. Kur sheh pasivisht një padrejtësi të hapur dhe nuk bën asgjë, kur hesht frikshëm, edhe ti po zgjedh një anë specifike. Dhe definitivisht nuk është ana e duhur apo e drejtë. Pesha e fjalëve ra mbi holl si plumb i shkrirë. E rënd, e dendur, mbytëse. Disa njerëz të pranishëm i futën menjëherë celularët në çanta dhe në xhepa, dukshëm të turpëruar nga bashkëfajësia e tyre pasive. Të tjerë thjesht u larguan shpejt nga vendi, të paaftë për të përballuar drejt për drejt frikën e tyre morale të pasqyruar në atë pasqyrë publike. Arbeni më në fund u kthye plotësisht drejt nënës së tij dhe i ofroi krahun me mirësjellje të pafund. Eja, mami. Do të çoj menjëherë në suitën më të mirë të këtij hoteli. Ti do të pushosh siç duhet pas këtij udhëtimi të lodhshëm dhe nesër në mëngjes do të ham mëngjesin bashkë në verandë. Siç duhet të ishte natyrshëm që nga fillimi, pa gjithë këtë poshtërim të panevojshëm. Fatime kapi krahun e fortë të birit me të dyja duart e dridhura dhe së bashku ecën ngadalë në përhollin e mermert në shikimin e vëmendshëm, të rëndë dhe reflektues të absolutisht të gjithë të pranishmëve në atë moment historik. Suita presidenciale zinte të gjithë katin e fundit të Grand Hotelit Mbresëlënës. Dritare të mëdha nga dyshemeja në tavan ofronin një pamje panoramike spektakolare të bulevardit, dëshmorët e kombit të ndriçuar nga nata që fillonte të binte butësisht mbi metropol. Fatime hyri ngadalë në hapësirën luksoze, sytë e saj të thjeshtë dhe të lodhur plotësisht të zgurdulluar para pafundësisë surreale të vendit. Dhoma kryesore e ndenjes kishte koltuk italian prej lëkure të bardhë të butë, një televizor me ekran të lakuar më të madh se e gjithë muri i shtëpisë së saj modeste në Elbasan, tavolina mesi prej xhamit të temperuar të importuar dhe një dekorim të sofistikuar në tone neutrale të arit dhe fildishit që dukej se kishte dalë drejt për drejt nga një revistë ndërkombëtare arkitekture dhe dizajni. Arbeni e vëzhgonte nënën e tij në heshtje të respektueshme dhe të vëmendshme. Njihte thellësisht çdo shprehje delikate të asaj fytyre të dashur dhe të shënuar nga koha. Habin e vërtet, gëzimin fëmijëror të përmbajtur, sikletin e prekshëm të qenit në një vend që dukej se i përkiste një realiteti krejtësisht të ndryshëm nga i saj. Ai u afrua me dashuri dhe i vuri dorën mbrojtëse në shpatull. Ndihej u plotësisht rehat, mami. E gjithë kjo suite është e jotja për aq kohë sa të duash të qëndrosh. Një javë, një muaj, sa të kesh nevojë. Fatime u kthye ngadalë drejt tij, syt ende të lagur nga emocionet e përmbajtura. Bir, e gjithë kjo është shumë e bukur, shumë luksoze, por unë sinqerisht nuk kam nevojë për asgjë kaq të madhe dhe të egzageruar. Një dhomë e vogël, modeste, do të ishte krejtësisht e mjaftueshme për mua. Nuk ka nevojë për gjithë këtë egzagerim. Arbeni buzëqeshi me butësi, por buzëqeshja mbante një trishtim të thellë dhe të vjetër. Mami, ti e meriton këtë dhe pafundësisht shumë më tepër. Gjithmonë e ke merituar që kur unë e njoh veten. Dhe më vjen shumë keq nga thellësia e zemrës, për absolutisht gjithçka që ndodhi atje poshtë në atë hol. Fatime tundi kokën ngadalë, duke prekur fytyrën e të birit. Nuk ishte faji yt në asnjë mënyrë, bir. Ti nuk ke asnjë lidhje me këtë. Por ishte përgjegjësia ime e drejt për drejt, mami.
Ky hotel është nën komandën time ekzekutive të plotë. Njerëzit që punojnë këtu janë përgjegjësia ime, punësimi im, menaxhimi im. Dhe unë dështova në mënyrë të mjerueshme. Dështova të garantoj që një vend që duhej natyrshëm të priste të gjithë me dinjitet bazë, ta trajtonte ty me respektin themelor që duhej ta kishe marrë automatikisht. Ai ulën në një nga koltukët e butë, kaloi duart e lodhura nëpër fytyrën e tensionuar, lëshoi një pëshertim të thellë dhe të ngarkuar. Fatime u afrua me hapa të ngadaltë dhe u ul me kujdes pranë tij, saktësisht siç bënte kur Arbeni ishte fëmijë i vogël dhe kthehej nga shkolla i dëshpëruar nga ndonjë problem fëmijëror apo ndonjë padrejtësi e pësuar. Pse nuk më lajmërove më parë se do të vije në Tiranë, mami? Pse e mbajte sekret? Fatime buzëqeshi me butësi të pafund amtare. Sepse doja të bëja një surprizë të mirë, Bir. Ka kaq shumë kohë që nuk shihemi personalisht, nuk bisedojmë sy më sy. Sa herë që të telefonoj në celular, ti je gjithmonë shumë i zënë, gjithmonë i ngarkuar me diçka të rëndësishme. Dhe unë e kuptoj plotësisht, e di që puna jote aktuale është shumë e rëndësishme, që ke angazhime serioze dhe përgjegjësi të mëdha. Por më mungoje shumë, Bir. Më mungonte të isha pranë fizikisht, të bisedoja duke të parë në sy, të shija, të përqafoja. Kështu që mblodha disa para duke kursyer këtu e atje, e bëra këtë rezervim me shumë kujdes dhe erdha. Sinqerisht mendova se do të ishte një surprizë e mrekullueshme dhe e mirë. Dhe ishte, mami. Ishte një surprizë absolutisht e mrekullueshme. Vetëm se nuk duhej të kishte ndodhur kur në atë mënyrë të tmerrshme dhe poshtëruese. Ata qëndruan ulur në heshtje të thellë për disa minuta të gjata. Jashtë dritares së madhe, qyteti gjigant pulsonte intensivisht me miliona dritat e tij të ndritshme dhe lëvizjet e ethshme të pandërprera. Brenda suitës së mbrojtur dhe të heshtur, nëna dhe djali dukej se ishin në një flusk të shenjtë, plotësisht të mbrojtur nga bota e jashtme kaotike, duke u rilidhur thellësisht pas kaq shumë kohe të larguar emocionalisht. Arbeni e theu heshtjen e rëndë. E di, mami, ka momente që unë shikoj gjithë këtë që kam ndërtuar duke punuar kaq shumë, pozitën e lartë që kam arritur me kaq shumë përpjekje, suksesin financiar që njerëzit thonë se kam, dhe pyes veten sinqerisht nëse ja ka vlerëtur vërtet. Nëse gjithë kjo sakrificë ja ka vlerëtur. Fatime rrodhi vetullat e shqetësuar. Si kështu, Bir? Sigurisht që ja ka vlerëtur. Kam kaluar kaq shumë kohë plotësisht i fokusuar në fitoren me çdo kusht, në ngjitjen profesionale, në pushtimin e pozitave dhe njohjes, saqë kam lënë mënjan qëllimisht atë që vërtet kishte rëndësi. Kam lënë pa të telefonuar rregullisht. Kam lënë pa ardhur në Elbasan të vizitoj në fundjavë. Kam lënë pa qenë vërtet i pranishëm në jetën tënde të përditshme. Dhe sot, kur të pash atje në atë hol, vetëm dhe e pambrojtur, duke u poshtëruar brutalisht nga një punonjëse e imja, e kuptova me dhimbje se sa shumë jam larguar nga personi i vërtet që ti ke rritur me kaq shumë dashuri dhe përkushtim. Arben, biri im, ti nuk je larguar nga asgjë. Ti thjesht je rritur, je pjekur, ke evoluar. Ti ke arritur gjithçka që ke ndëruar gjithmonë që i vogël. Dhe unë kam shumë krenari të pamas për gjithë këtë. Por me çfarë kosto absurde, mami? Ai u kthye plotësisht drejt saj, sytë e zinj duke i shkëlqyer intensivisht me lot të përmbajtur. Me çfarë kosto brutale e kam arritur gjithë këtë? Unë mezi e njoh personin që jam bërë në këto vitet e fundit. Unë vesh kostume të shtrenjta të importuara, frekuentoj vende ekskluzive ku njerëzit të gjykojnë ftohtësisht vetëm nga marka e rrobave që vesh, marr vendime korporative që prekin qindra punonjës dhe familjet e tyre. Marr pjesë në mbledhje të pafundme ku askush nuk interesohet minimalisht se kush je ti vërtet si qenie njerëzore, vetëm se sa vlen financiarisht në treg. Dhe sot e pash qartë se kjo ka kontaminuar thellësisht edhe mjedisin profesional që unë duhet të isha duke udhëhequr me etikë dhe vlera. Fatime kapi dorën e madhe të birit mes duarve të saj të vogla dhe të kallojzuara. Bir, ti nuk je përgjegjës i drejt për drejt për ligësinë pa shkak të tjerëve. Ajo vajza atje poshtë bëri një zgjedhje personale dhe të ndërgjegjshme. Ajo zgjodhi qëllimisht të më gjykonte sipërfaqësisht, të më poshtëronte publikisht. Kjo nuk ka absolutisht asnjë lidhje me ty apo me karakterin tënd. Ka, mami. Ka gjithçka të bëjë me mua drejt për drejt. Sepse nëse hoteli që unë komandoj lejon sistematikisht që njerëzit të trajtohen në atë mënyrë çnjerëzore dhe paragjykuese, atëherë unë kam dështuar në mënyrë të mjerueshme si lider përgjegjës.
Dhe shumë më tepër se kaq, unë kam dështuar rënd si biri grua së jashtëzakonshme që më mësoj që i vogël se absolutisht të gjithë meritojnë respekt bazë, pavarësisht nga çdo gjë. Fatime ja shtrëngoi dorën me forcë amtare. Ti nuk ke dështuar në asgjë, bir. Ti vetëm duhet të kujtosh vazhdimisht se nga ke ardhur rënjët e tua. Të kujtosh se para se të jesh drejtor ekzekutiv, biznesmen i suksesshëm, pronar hoteli luksos, ti je thjesht Arbeni. Djali i mirë që unë e rrita me kaq shumë dashuri. Djali që gjithmonë ka ditur të dallojë natyrshëm të drejtën nga e gabuara, të drejtën nga e padrejta. Arbeni tundi kokën ngadalë, sytë të ngulitur në dritat e pafundme të qytetit atje jashtë që nuk fle kurrë. Të nesërmen në mëngjes, Arbeni thiri zyrtarisht një mbledhje të jashtëzakonshme dhe urgjente me absolutisht të gjithë menaxherët dhe koordinatorët e Grand Hotelit. Salla e gjerë e konferencave ishte plotësisht e mbushur. Atmosfera ishte dukshëm e tensionuar dhe e rëndë. Të gjithë të pranishmit aty e dinin në mënyrë perfekte se çfarë kishte ndodhur një ditë më parë në hol. Videoja tronditëse e konfrontimit tashmë qarkullonte gjerësisht në rrjetet sociale, duke u shpërndarë dhjetëra mijëra herë çdo orë. Komentet e ndara shumë fishoheshin në mënyrë eksponenciale midis lavdërimeve intensive për qëndrimin e prerë të Arbenit dhe kritikave të ashpra ndaj recepcionistes së pushuar nga puna. Arbeni hyri në sallë me hapa të prerë dhe të vendosur, i shoqëruar nga afër nga Agim Dervishi në anën e tij të djathtë. Të dy u ulën strategjikisht në krye të tryezës së gjatë të mbledhjeve. Heshtja në sallë ishte absolutisht totale dhe shtypse. Të gjithë ju të pranishëm këtu e dini në mënyrë perfekte se çfarë ndodhi dje në hollin e këtij hoteli, filloi Arbeni, zëri i prerë dhe i kontrolluar por i ngarkuar me emocion të prekshëm. Nëna ime u poshtërua brutalisht publikisht në këtë institucion që duhej të ishte sinonim i mikpritjes dhe respektit. Një punonise në mbikëqyrjen time ja gris qëllimisht rezervimin para dhjetëra njerëzve, i tha mizorisht se ajo nuk kishte profilin e duhur për të qenë këtu, e trajtoi me përbuzje absolute dhe për çmim të llogaritur. Dhe më e keqja e absolutisht gjithçkaje është se askush, fjalë për fjalë askush, nuk bëri asgjë konkrete për të ndërhyrë. Askush nuk mbrojti një zonjë të moshuar që po keq trajtohej padrejtësisht dhe po poshtërohej publikisht. Ai bëri një pauzë domethënëse dhe të rëndë, duke parë metodikisht çdo fytyrë të pranishme në tryezën e gjallë. Kjo më bëri të reflektoj thellësisht mbi llojin specifik të kulturës organizative që po ndërtojmë këtu brenda. Mbi cilat vlera themelore po japim vërtet përparësi në përditshmëri. Dhe unë arrita në një përfundim të dhimbshëm por të nevojshëm. Ne kemi dështuar kolektivisht. Të gjithë ne pa përjashtim. Jo vetëm ajo punonjëse specifike që u pushua nga puna. Të gjithë ne që, në një mënyrë apo tjetër, të drejt për drejt apo të tërthort, kemi krijuar dhe mbajtur një mjedis ku ky lloj sjelljeje diskriminuese kaq e rënd mundi të ndodhte dhe të përjetësohej. Një menaxhere me flokë të thinjur dhe syze guxoi të fliste me ndrojtje, duke ndërprer heshtjen e rëndë. Zoti Arben, me gjithë respektin, ne kemi protokolle rigoroze shërbimi të vendosura prej vitesh, trajnime të rregullta dhe të detyrueshme për të gjithë. Qëndrimi i asaj punonjëseje specifike ishte i izoluar, një rast i veçantë që nuk pasqyron kulturën tonë organizative në tërësi. Ishte vërtet i izoluar? Arbeni u përkul përpara në karrige, shikimi duke ju bërë edhe më depërtues dhe pyetës. Atëherë më shpjegoni me gjithë sinqeritetin pse absolutisht asnjë nga punonjësit e tjerë të pranishëm në hol nuk bëri diçka konkrete për ta ndaluar atë. Pse roja i sigurisë në detyrë qëndroi plotësisht i palëvizur duke vëzhguar gjithçka pa lëvizur. Pse askush, absolutisht askush aty i pranishëm, nuk pati guximin bazë apo mirësjelljen elementare për të thënë se ajo ishte plotësisht e gabuar dhe e papranueshme. Heshtja absolute dhe e sikletshme pushtoi sallën përsëri. Do të jem jashtëzakonisht i qartë dhe i drejt për drejt me të gjithë ju këtu. Duke filluar nga sot, ky hotel do të kalojë nëpër një transformim të thellë dhe radikal. Jo vetëm në procedurat operacionale burokratike, por themelisht në kulturën organizative, në vlerat thelbësore, në mënyrën se si trajtojmë çdo person që hyn nga ajo derë kryesore. Dhe kjo fillon domosdoshmërisht me secilin prej jush të ulur këtu në këtë tryezë. Agim Dervishi u shpreh me zë të ngadalë dhe reflektues. Kur unë e themelova personalisht këtë grup hotelier, saktësisht 30 vjet më parë, qëllimi im kryesor ishte të krijoja hapësira të shkëlqimit të vërtetë. Por shkëlqimi i vërtet nuk është vetëm mermeri importuar në dysheme, llambadar kristali çek në tavan apo çarçaf të shtrenjtë pambuku egjiptian në shtretër.
Shkëlqimi I vërtet është të trajtosh çdo qenie njerëzore, pa asnjë përjashtim, me dinjitet themelor. Është të kuptosh thellësisht se luksi I vërtet autentik qëndron në respektin e pakushtëzuar, në mirësjelljen e sinqertë, në humanizmin e ruajtur. Ai shikoi me vëmendje përreth sallës, duke bërë kontakt vizual me çdo person. Arbeni ka absolutisht të drejtë në gjithçka që tha. Ne e kemi humbur këtë rënd gjatë viteve. U fokusuam tepër në shërbimin e një lloji të caktuar publiku të pasur, në mbajtjen e ngurtë të një standardi të caktuar estetik sipërfaqësor, saqë harruam plotësisht se standardi I vërtet është njerëzor, është etik, është moral. Dhe kjo duhet të ndryshojë rrënjësisht duke filluar nga sot. Arbeni rifilloi të fliste me vendosmëri të palëkundur. Do të zbatojmë menjëherë trajnime të reja të detyrueshme. Jo vetëm për procedurat teknike dhe burokratike, por kryesisht për empatinë e vërtet, për paragjykimin e pandërgjegjshëm dhe manifestimet e tij, për mënyrën se si të identifikohen menjëherë dhe të luftohen në mënyrë efektive sjelljet diskriminuese të çdo natyre. Do të rishikojmë plotësisht proceset tona të punësimit dhe përzgjedhjes për të garantuar se po sjellim njerëz që ndajnë vërtet këto vlera themelore. Dhe do të krijojmë kanale të drejtpërdrejta dhe të mbrojtura që çdo punonjës të mund të raportojë situata të papërshtatshme pa asnjë frikë nga hakmarrja apo persekutimi. Një koordinatore e re ngriti dorën me hezitim. Dhe punonjësja që u pushua dje, zotëri? A ka ndonjë mundësi për rishqyrtim? Arbeni mori frym thellë, duke kontrolluar emocionet intensive. Pushimi nga puna mbetet përfundimisht në fuqi. Për shkak të një shkeljeje të rëndë dhe të dokumentuar. Por dua ta bëj absolutisht të qartë se nuk e bëj këtë me asnjë kënaqësi personale apo hakmarrje. E bëj sepse është e nevojshme dhe e pashmangshme. Sepse ajo sjellje specifike nuk mund të tolerohet apo normalizohet në asnjë mënyrë. Por unë gjithashtu e pranoj me përulësi se ajo është një produkt I drejtpërdrejtë I sistemit që ne kemi krijuar dhe ushqyer. Dhe pikërisht për këtë, të gjithë ne këtu kemi pjesën tonë të konsiderueshme të përgjegjësisë në atë që ndodhi. Mbledhja u zgjat për 3 orë të tjera intensive dhe produktive. U diskutuan në detaje protokolle të reja operacionale, u krijuan komitete të përhershme për diversitetin dhe përfshirjen, u vendosën kanale konfidenciale denoncimi dhe avokatie. U rishikuan plotësisht proceset e vlerësimit të punonjësve dhe promovimet e brendshme. Kur më në fund mbaroi takimi, Arbeni doli nga salla plotësisht I raskapitur fizikisht dhe emocionalisht, por me ndjesinë ngushëlluese se kishte hedhur hapin e parë konkret drejt një ndryshimi real dhe të qëndrueshëm. Kthyer në suitën presidenciale luksoze, gjeti Fatimen në verandën e gjerë, duke vëzhguar qytetin e pamas që shtrihej deri aty ku arrinte shikimi. Ajo u kthye menjëherë kur dëgjoi derën të hapej dhe buzëqeshi kur pa të birin. Si shkoi mbledhja e gjatë, bir? Produktive? Shumë e lodhshme. E nevojshme. Ai u afrua ngadalë dhe qëndroi pranë saj duke u mbështetur në parmak. Por jashtëzakonisht produktive gjithashtu. Do të ndryshojmë shumë gjëra këtu, mami. Vërtet. Fatime buzëqeshi me krenari të dukshme amtare. Gjithmonë e kam ditur se ti do të bëje ndryshim konkret në botë, Arben. Që kur ishe shumë I vogël, e shija qartë këtë tek ti atë aftësi natyrale për të kujdesur sinqerisht, për të luftuar për atë që është e drejtë dhe e ndershme. Arbeni e shikoi nënën me butësi të pafund. E mësova duke vëzhguar mësuesen më të mirë të mundshme. Ata qëndruan aty krah për krah në heshtje të rehatshme, vetëm duke vëzhguar metropolin që nuk fle kurrë. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, Arbeni ndjeu thellësisht se ishte në rrugën e duhur. Jo vetëm si ekzekutiv I suksesshëm, si lider korporate, si biznesmen I njohur, por kryesisht si qenie njerëzore e integruar. Si bir I gruas së jashtëzakonshme që I mësoi se madhështia e vërtet nuk qëndron në atë që arrin materialisht, por në mënyrën se si I trajton njerëzit gjatë rrugës. Javët në vijim ishin intensive dhe transformuese. Arbeni punsoi një konsulencë të specializuar të njohur për diversitetin dhe përfshirjen për të riformuluar plotësisht trajnimet e korporatës. Të gjithë punonjësit, absolutisht të gjithë pa përjashtim, nga menaxherët e lartë deri te ekipi I pastrimit dhe mirëmbajtjes, morën pjesë në seminare të gjera mbi paragjykimin e pandërgjegjshëm, empatinë autentike dhe shërbimin vërtet të humanizuar. Rezistenca ishte e madhe dhe e zëshme në fillim. Shumë punonjës më të vjetër mendonin se ishte një egzagerim I panevojshëm, se ishte vetëm një reagim emocional I përkohshëm ndaj asaj që kishte ndodhur.
Disa ankoheshin hapur se ishte humbje kohe, se duhet të ishin të fokusuar në detyra operacionale më praktike. Por Arbeni ishte absolutisht i prerë dhe i palëkundur. Në një nga mbledhjet e përgjithshme me të gjithë ekipin të mbledhur, ai e bëri të qartë si kristali. E di në mënyrë perfekte se disa prej jush mendojnë se po egzagjerojmë në mënyrë absurde. Se po bëjmë shumë zhurmë dhe po shpenzojmë burime për shkak të një rasti të izoluar dhe të veçantë. Por unë kam nevojë që ju të kuptoni diçka themelore. Ajo që ndodhi me nënën time nuk ishte një rast i izoluar në asnjë mënyrë. Ishte vetëm maja e dukshme e icebergut. Ishte vetëm momenti i saktë kur u bë publikisht e dukshme diçka që ndoshta ndodh me frekuencë shqetësuese, por që askush nuk e sheh qartë, askush nuk e filmon me lehtësi, askush nuk e denoncon zyrtarisht. Ai bëri një pauzë domethënëse, duke përshkuar të gjithë auditorin me shikim. Sa herë është keq trajtuar dikush këtu brenda dhe ne thjesht nuk e kemi ditur sepse nuk u bë virale në rrjete? Sa herë është gjykuar dikush me paragjykim për pamjen fizike, për rrobat e thjeshta, për theksin rajonal të ndryshëm dhe thjesht e ka pranuar pasivisht sepse mendonte se kështu funksiononte bota? Sa histori të dhimbshme si ajo e nënës sime kanë ndodhur këtu pa e marrë vesh apo pa u interesuar absolutisht askush? Heshtja e rënë në sallë ishte pothuajse e prekshme dhe mbytëse. Prandaj po e bëjmë gjithë këtë me seriozitet total. Jo për shkak të një videoje që u bë virale në rrjetet sociale. Jo për shkak të reagimit negativ në mediat tradicionale. Por themelisht sepse është gjëja e duhur për t'u bërë etikikisht. Sepse nëse duam vërtet të jemi një hotel i shkëlqimit të vërtet, duhet të fillojmë domosdoshmërisht nga shkëlqimi në trajtimin bazë njerëzor. Një ditë veçanërisht të shënuar, një punonjëse e ndrojtur e ekipit të pastrimit e kërkoi personalisht Arbenin në zyrën e tij. Emri i saj ishte Merita, një grua 53 vjeçare që punonte në hotel prej 15 vitesh rresht. Ajo hyri jashtëzakonisht e ndrojtur dhe nervoze në zyrën e tij, duart e kallojzuara i dridheshin dukshëm. Zoti Arben, do të doja shumë të flisja me ju disa minuta, nëse mund të më prisni. Sigurisht, Merita. Ju lutem, uluni rehat. Ajo ul me hezitim në cepin e karriges së lëkurës, qartësisht e parehatshme në atë mjedis korporate. Doja sinqerisht t'ju falenderoja. Për atë që keni bërë së fundmi. Për ndryshimet e thella që po zbatoni këtu. Arbeni rudhi vetullat i hutuar. Të falenderoj specifikisht për çfarë, Merita? Merita mori frym thellë duke mbledhur guxim. Sepse disa vite më parë edhe unë kalova diçka shumë të ngjashme. Nuk ishte aq e rëndë sa ajo që ndodhi me nënën tuaj, por ishte e ngjashme. Një kliente e huaj më trajtoi shumë keq pa arsye, tha se isha plotësisht e paaftë, më poshtëroi qëllimisht para punonjësve dhe klientëve të tjerë. Dhe kur më në fund mblodha guximin dhe shkova të ankohesha zyrtarisht te eprori im, më thanë ftohtë se duhet të kisha më shumë kujdes me punën time, se klientët ishin të rëndësishëm dhe prioritar gjithmonë, se duhej thjesht ta gëlltisja dhe të vazhdoja përpara pa u ankuar. Lotët filluan t'i rridhnin lirshëm nëpër fytyrën e saj të shënuar. E mbajta gjithë atë brenda vetes për vite të tëra. Nuk pata më kurrë guxim të ankohesha për absolutisht asgjë. Pranoja gjithçka në heshtje, sepse mendoja me vendosmëri se kështu duhej të ishte, se ishte vendi im të pranoja. Por kur pash videon e asaj që ndodhi me nënën tuaj, kur ju pash duke e mbrojtur atë publikisht, duke thënë me zë të lartë se ajo ishte plotësisht e gabuar, unë më në fund kuptova diçka çliruese. Unë nuk isha gabim që unë ndjeva e poshtëruar atë ditë. Që unë meritoja respekt, po. Që të gjithë ne meritojmë dinitet bazë. Arbeni u ngrit me njëherë dhe i ra rrotull tryezës ekzekutive. U ul në gjunjë me kujdes pranë karriges së saj, duke e parë drejtë në sy. Merita, më vjen thellësisht shumë keq për atë që ju ka ndodhur. Shumë. Dhe dua që ju ta dini me siguri absolute se duke filluar nga tani, kjo nuk do të ndodhë më. Jo për sa kohë që unë jam këtu duke komanduar. Ajo tundi kokën e emocionuar duke fshirë lotët me shpinën e duarve. Ajo bisedë prekse e shënoi thellësisht Arbenin. Ai e kuptoi me qartësi absolute se transformimi që po promovonte në hotel nuk ishte vetëm për protokollin burokratik apo procedurën operacionale. Ishte themelisht për dinjitetin universal njerëzor. Ishte për të bërë që çdo person që punonte aty të dinte dhe të ndjente se vlera e tij nuk varri nga pozicioni që zinte në hierarki, por thjesht nga fakti se ishte njeri dhe meritonte respekt.
Atë natë, ai u ngjit përsëri në Suid. Gjeti Fatimen duke lexuar qetësisht një libër në koltukun e rehatshëm. Mami, duhet të tregoj diçka të rëndësishme që ndodhi sot. Ajo e mbylli librin menjëherë dhe e shikoi me vëmendje amtare. Sot një punonjëse modeste erdhi të fliste me mua. Më tregoi se kishte kaluar një situatë shumë të ngjashme me të ndën disa vite më parë. Dhe e di se çfarë më tha që më preku më shumë? Që kur pa videon e asaj që ndodhi me ty, më në fund kuptoj se meritonte respekt, se kishte vlerë. Fatime buzëqeshi me një trishtim të thellë dhe të vjetër. Atëherë poshtërimi im publik shërbeu për diçka pozitive në fund të fundit. Arbeni tundi kokën me forcë. Jo, mami. Ti nuk duhej të ishe poshtëruar kur që njerëzit e tjerë më në fund të kuptonin se meritojnë respekt bazë. Por unë e kuptoj thellësisht se çfarë do të thuash me këtë. Dhe pikërisht për këtë po e bëj absolutisht gjithë këtë. Që asnjë Fatime tjetër, asnjë Merita tjetër, asnjë person tjetër të mos duhet të kalojë nëpër atë që kaluat ju padrejtësisht. Ai u ul i menduar pranë saj. E di, mami, gjatë gjithë këtyre viteve i fokusuar ekskluzivisht në rritjen profesionale, unë sinqerisht mendoja se ponderoja sakrificën e pamas që ti ke bërë për mua. Mendoja se të arrija pozita të larta, të fitoja shumë para, të kisha sukses të njohur, ishte e vetmja mënyrë për të shpërblyer gjithçka që ti ke bërë. Por unë isha plotësisht i gabuar në këtë premisë. Fatime rudhi vetullat. Si kështu i gabuar, birë? Mënyra e vërtet për të nderuar sakrificën tënde nuk është duke arritur poste të rëndësishme apo duke grumbulluar pasuri materiale. Është duke qenë një person më i mirë çdo ditë. Është duke përdorur pozitën që kam arritur për të bërë ndryshim konkret dhe pozitiv në jetën e njerëzve të tjerë. Është duke garantuar që askush tjetër të mos trajtohet siç u trajtove ti atë ditë të tmerrshme. Fatime vuri dorën e rrudhur në fytyrën e të birit me butësi të pafund. Ti gjithmonë ke qenë një person i mirë, Arben. Që shumë i vogël. Vetëm duhej ta kujtoje këtë, të rilidheshe me këtë. 2 muaj të tërë kishin kaluar që nga ajo ditë e shënuar në hol vjeshta filloi të ngjyroste Tiranën me tone të buta të verdhës dhe portokallis, dhe qyteti dukej se merrte frymë me një ritëm të ndryshëm, më të butë, më reflektues dhe soditës. Fatime më në fund ishte kthyer në shtëpinë e saj të thjeshtë në Elbasan, por marrëdhënia midis nënës dhe djalit ishte plotësisht e transformuar dhe e rinovuar. Arbeni telefononte rregullisht çdo ditë pa mungesë, e vizitonte nënën në fundjavë sa herë që ishte e mundur, dhe për herë të parë pas vitesh, ndjente sinqerisht se kishte një familje të vërtetë, jo vetëm një kujtim të largët dhe nostalgjik të asaj që dikur ishte. Në Grand Hotel, ndryshimet e zbatuara filluan të jepnin fryte të dukshme dhe konkrete. Atmosfera midis punonjësve ishte dukshëm e ndryshme. Kishte më shumë respekt të ndërsjell, më shumë empati të vërtet, më shumë humanizëm në ndërveprimet e përditshme. Trajnimet vazhdonin rregullisht, komitetet punonin aktivisht dhe dalë nga dalë, ai hotel po bëhej jo vetëm një vend i luksit sipërfaqësor, por themelisht një vend i dinjitetit njerëzor. Videoja e konfrontimit në hol ishte bërë virale në rrjetet sociale shqiptare, duke grumbulluar 15 milion shikime mbresëlënëse. Komentet e pasionuara shumë fishoheshin në mënyrë eksponenciale, debatet e nxehta mbushnin faqet e lajmeve, influencuesit digjital jepnin mendime me zjarr për rastin. Arbeni uftua në disa intervista në programe televizive dhe podcaste popullore. Sa herë që tregonte historinë e plotë të asaj që ndodhi me nënën e tij, auditori mbetej në heshtje absolute. Dhe sa herë që mbaronte, njerëzit ngriheshin në duartrokitje të gjata dhe të emocionuara. Por njoja që kishte më shumë rëndësi thellësisht për të nuk erdhi nga asnjë çmim korporate, nga asnjë artikull lavdërues në revistat e biznesit, nga asnjë lavdërim i bujshëm nga drejtues të rëndësishëm. Erdhi drejt për drejt nga Merita, punonjësja modeste që një ditë e kërkoi në zyrën e tij për ta falëndëruar e emocionuar. Ajo e takoi përsëri një ditë në korridorin e gjerë të hotelit. Fytyra e saj ishte ndryshe, më e lehtë, më e lumtur. Zoti Arben, doja vetëm të thoja diçka shumë të rëndësishme. Pas gjithçkaje që keni bërë këtu, pas të gjitha ndryshimeve, unë u ktheva në shkollë. U regjistrova në një kurs teknik hotelierie. Sepse ju më bëtë të besoja me vendosmëri se unë kam vlerë se unë meritoj të rritem dhe të përparoj, se unë mund të jem shumë më tepër. Arbeni buzëqeshi gjerësisht, sytë i shkëlqenin me lot gëzimi. Merita, ju gjithmonë keni pasur vlerë të pamas.
Gjithmonë keni merituar të rriteni dhe të zhvilloheni. Unë vetëm ju ndihmova të shihni atë që ka qenë gjithmonë brenda jush. Ajo e përqafoi Arbenin me forcë, plotësisht e emocionuar dhe vazhdoi rrugën e saj e rinovuar. Dhe në atë moment të saktë, Arbeni kuptoi me qartësi absolute se ai ishte suksesi i vërtet që kërkonte. Jo suitat luksoze, jo fitimet në rritje, jo njohjet ndërkombëtare. Ishte të mund të transformonte jetë konkretisht. Ishte të mund të bënte ndryshim real. Një të diel me diell dhe të veçantë, Arbeni organizoi me kujdes një drekë speciale në hotel. Ftoi personalisht nënën e tij, Agim Dervishin, menaxherët dhe koordinatorët kryesor dhe gjithashtu disa punonjës të ekipit operacional, përfshirë Meritën dhe të tjerë që kishin ndarë historitë e tyre. Ishte një festë domethënëse. Jo e suksesit financiar të hotelit, por e transformimit të thellë njerëzor që kishte ndodhur aty brenda. Fatime ishte rrezatuese dhe e emocionuar, e veshur me një fustan të ri dhe elegant që Arbeni ja kishte dhënë dhuratë. U ul në tryezën kryesore, pranë të birit krenar, dhe vëzhgoi të gjithë përreth me një buzëqeshje të qetë dhe të lumtur. Kur të gjithë ishin mbledhur dhe rehatuar më në fund, Arbeni u ngrit solemnisht për të bërë një dolli të veçantë. Do të doja sinqerisht t'ju falenderoja të gjithëve që jeni këtu sot me ne. Këto muajt e fundit kanë qenë të një transformimi të thellë. Jo gjithmonë të lehtë, jo gjithmonë të rehatshëm, por gjithmonë të nevojshëm dhe të vlefshëm. Ai e shikoi me dashuri nënën e tij. E gjithë kjo filloi për shkak të një momenti të tmerrshëm dhe poshtërues. Një moment kur nëna ime u poshtërua brutalisht publikisht në këtë hotel. Dhe unë mund të kisha thjesht pushuar nga puna punonjësen përgjegjëse, ti kisha dhënë suitën më të mirë nënës sime dhe të kisha vazhduar përpara sikur asgjë të mos kishte ndodhur, duke u shtirur normal. Por unë kuptova diçka themelore. Ajo ishte vetëm një simptom e qartë e një problemi shumë më të madh dhe më të thellë. Ai bëri një pauzë emocionale duke parë përreth të gjithë tryezës. Problemi nuk ishte vetëm një person i keq. Ishte një kulturë e tërë organizative. Ishte një sistem që lejonte dhe madje inkurajonte që njerëzit të gjykoheshin sipërfaqësisht nga pamja, nga rrobat, nga klasa shoqërore. Dhe ndryshimi i kësaj nuk ishte as pak i lehtë. Kërkoi reflektim të dhimbshëm, kërkoi përpjekje të përbashkët, kërkoi që të gjithë ne të shikonim brenda vetes dhe të pranonim sinqerisht paragjykimet tona të pandërgjegjshme. Arbeni ngriti gotën e kristalt. Por sot, duke ju parë të gjithëve këtu të mbledhur, unë e shoh qartë se ja ka vlejtur absolutisht. Shoh një hotel që nuk është vetëm luksos nga jashtë, por thellësisht njerëzor nga brenda. Shoh punonjës që jo vetëm punojnë mekanikisht, por kujdesen sinqerisht. Shoh një vend ku çdo person, pavarësisht se kush është, trajtohet me dinjitet themelor. Ai e shikoi përsëri Fatimen me dashuri të pafund. Dhe e gjithë kjo ishte e mundur vetëm për shkak të kësaj gruaje të jashtëzakonshme këtu. Nëna ime. Gruaja që më mësoi që i vogël se vlera e vërtetë e një personi nuk qëndron në atë që ka materialisht, por në atë që është në thelb. Që më tregoi se respekti nuk mund të jetë kurrë i kushtëzuar. Që dinjiteti është një e drejtë universale e të gjithëve, jo një privilegj i disave të paktëve. Lotët i rridhnin lirshëm në përfytyr tani. Mami, unë ja dedikoj gjithë këtë ty çdo ndryshim, çdo transformim, çdo fitore të vogël. Sepse ishe ti ajo që më mësove se çfarë ka vërtet rëndësi në jetë. Dhe sado që të arri, sado larg që të shkoj, kur nuk do të harroj se gjithçka filloi me ty dhe me vlerat që më mësove. Fatime po qante gjithashtu, duke buzëqeshur bukur përmes lotëve të shumë. Të gjithë u ngritën njëkohësisht dhe ngritën gotat. Dollia u dëgjua në të gjithë sallën, e ngarkuar me emocion të pastër, me mirënjohje të thellë, me shpresë të rinovuar. Pas drekës emocionuese, Arbeni dhe Fatime ecën ngadalë nëpër kopshtin e mirëmbajtur të hotelit. Dielli i pasdites ndriçonte butësisht lulet shumë ngjyrëshe, zogjit këndonin melodikisht në pemët gjetherëna, dhe qyteti përreth duke i largët, pothuajse jo real. Bir, tha Fatime, duke e mbajtur fort krahun e tij. Dua që ti ta dish se pavarësisht se çfarë ndodh këtë jetutje, unë tashmë jam nëna më e lumtur dhe më e realizuar në të gjithë botën. Sepse e pash djalin tim jo vetëm të fitoj dhe të ketë sukses, por të fitoj në mënyrën e duhur. Me dinjitet, me respekt, me humanizëm të ruajtur. Arbeni ndaloi dhe e shikoi thellë. Dhe unë dua që ti ta dish se asgjë nga ato që kam arritur nuk do të kishte asnjë vlerë nëse ti nuk do të ishe këtu për ta parë dhe për ta ndarë.
Sepse gjithçka që unë jam, gjithçka që kam ndërtuar, është pasqyrim i drejt për drejt i asaj që ti ke mbjell tek unë që i vogël. Ata vazhduan të ecnin krah për krah në heshtje të thellë. Dhe në atë heshtje të rehatshme ishte gjithçka që duhej thënë. Dashuria e pakushtëzuar, respekti i ndërsjell, mirënjohja e pafund, lidhja e thellë midis nënës dhe djalit që asnjë distancë, asnjë kohë, asnjë rrethan nuk mund ta thyente kurrë plotësisht. Kur dielli më në fund filloi të perëndonte, duke pikturuar qiellin me ngjyrë portokalli intensive dhe roz të butë, Arbeni e shikoi nënën dhe buzëqeshi plotësisht. E di, mami, unë mësova një mësim shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm me gjithë këtë që ndodhi. Fatime buzëqeshi përsëri. Cilin bir? Që luksi i vërtet nuk qëndron të lambadarët e shtrenjtë të kristalt, të mermeri i importuar i dyshemes, të suitat e mëdha dhe luksoze. Luksi i vërtet qëndron të mundësia për t'u parë në pasqyrë çdo ditë dhe për të pëlqyer sinqerisht personin që sheh të pasqyruar. Qëndron të mundësia për të fjetur i qetë natën duke ditur se i ke trajtuar të tjerët me respekt bazë. Qëndron të pasurit njerëz që të duan jo për atë që ke materialisht, por për atë që je në thelb. Ai kapi dorën e nënës me butësi. Dhe këtë luks të vërtet, këtë luks autentik, unë e mësova ekskluzivisht nga ti gjatë jetës. Fatime ja shtrëngoi dorën të birit me forcë. Dhe ti, biri im i dashur, po e kalon këtë më tej tani. Po bën ndryshim real në botë. Dhe nuk ka absolutisht asgjë që më bën më krenare se kjo. Dielli më në fund perëndoi plotësisht, duke i lënë vendin dritave të buta të natës që fillonte. Dhe ndërsa Arbeni dhe Fatime ktheheshin brenda hotelit, krah për krah, u bë absolutisht e qartë se ajo ditë e tmerrshme në hol, ai moment i tmerrshëm i poshtërimit publik, ishte shndërruar në diçka shumë më të madhe dhe më domethënëse. Ishte shndërruar në një mësim të fuqishëm për dinjitetin, për respektin, për vlerën e vërtetë të njerëzve. Dhe ky mësim do të jehonte përgjithmonë në muret e atij hoteli, duke u kujtuar përjetësisht të gjithëve se luksi më i çmuar nuk blihet me asnjë para. Fitohet me humanizëm, me empati, me respekt të pakushtëzuar. Muaj më vonë, Grand Hotel Tirana mori një njohje të rëndësishme ndërkombëtare. Jo për instalimet e tij luksoze, jo për shërbimin teknikisht të patëmet, por specifikisht për transformimin e thellë kulturor që kishte promovuar. Hoteli u bë një referencë botërore në diversitet, përfshirje dhe respekt njerëzor, duke u studiuar në shkolla të njohura të administrimit dhe mikpritjes në të gjithë botën. Por Arbeni e dinte se çmimi i vërtet nuk ishte në asnjë certifikat të varur në mur, ishte në buzëqeshjen e meritës kur ajo tregoi diplomën e kursit që kishte përfunduar. Ishte në përqafimin e ngrohtë të nënës sa herë që shiheshin. Ishte në sigurinë se ai kishte zgjedhur anën e duhur. Dhe çdo natë, para se të flinte, Arbeni shikonte nga dritarja qytetin e ndriçuar dhe falenderonte në heshtje. Falenderonte për nënën që kishte. Falenderonte për mësimin e dhimbshëm që mësoi. Falenderonte për mundësinë për të bërë ndryshim. Sepse në fund ai kishte mësuar se suksesi i vërtet nuk matet me arritje materiale. Matet me jetë të transformuara, me dinjitet të rivendosur, me humanizëm të ruajtur. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë nga zemra që historia prekse e Fatimes dhe Arbenit t'ju ketë prekur thellësisht zemrën dhe të ketë zgjuar reflektime të rëndësishme. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim intensiv poshtërimi, shpengimi dhe dashurie të pakushtëzuar, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cili moment ju preku më shumë dhe pse. Ishte kur Fatime ruajti dinjitetin e saj të palëkundur përballë poshtërimit mizor? Kur Arbeni mbrojti nënën e tij me dashuri dhe vendosmëri të palëkundur? Apo kur transformimet filluan të bënin ndryshim konkret në jetën e njerëzve të tjerë si Merita? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive dhe thellësisht emocionuese si kjo, që zbulojnë anën më të thellë dhe të vërtetë të shpirtit njerëzor dhe na bëjnë të reflektojmë mbi respektin, dinjitetin dhe vlerat që vërtet kanë rëndësi në jetë. Prania juaj këtu bën gjithë ndryshimin për ne. Ju presim me padurim në episodin e ardhshëm, me një histori të re që do t'ju prek thellësisht zemrën dhe ndërgjegjen tuaj.